Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma. 2 pjesë do të ketë emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Pjesa e parë do të zgjatë 1 orë. Dhe në këtë pjesë kjo pjesë është lidhur me ngjarje të rëndësishme të kronikës. Siç e keni ndjekur nderuar teleshikues në media, dje u elmuan 56 studentë të Akademisë Policisë. Në fund kanë filluar të elmohen edhe njerëzit e policisë në vendin ku jetojmë. U elmuan nga ushqimi catering që u aqonte një kompani me emrin Sorial. Kompani e kryetarit të dhomës së industrisë dhe tregtisë Nikolin Jaka, ose kompania tani e gruas tij, dhe e cila është në kërkim. Gruaja është në kërkim, e zoti Nikolin. Sepse që nga dhe administratore. Çfarë po ndodh realisht me sigurinë ushqimore dhe në ç'nivele është ajo në Shqipëri? Mendojmë në nivele katastrofal. Mëtejnë do të vijojmë me drejtoresën e Akshit, Mirlinda Kërçanaj, ju hoq masa e arrestit shpjak dhe është vlen vetëm masa e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe detyrimit paraqitjes në policinë gjyqësore. Ndoshta këtu fillon edhe procesi i lirimit pas vendimit të kolegjive të bashkuara të gjykatës lart për arrestin me burg, se njerëz të rëndësishëm nderuar teleshikues do lirohen në fillim. Dhe mund të lirohen edhe në njëri i thjeshtë më vonë. Po kështu do të merremi edhe me ngjarjet e tjera të kronikës. Në pjesën e dytë nderuar teleshikues, ne do të flasim për zgjedhjet në Partinë Demokratike, që kanë mbaruar, formalisht nuk kanë mbaruar, por ato kanë mbaruar. Doktori, siç edhe dihet, do të vijojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike, është vetë shpallur ai tani. Vetë përjashtuar Shaliani e këta, dhe të vetë shpallur doktori kryetar. Do të përpiqemi të kuptojmë pse doktori po vërtet shumë fort tani kundër medias, dhe merr edhe personazhe shumë interesante, dhe Irfanin e ka marrë të shkretin në fund tani. Irfani se mbelli unë. Bjera dhe Bjekte po i bien dhe Irfani si Trumpit, se ngjan edhe me, si që jemi thënë, ngjan edhe me Trumpin. Lëxhaj, edhe po i bie Rama, bamp Klodi, bamp ky. Rama nuk i bie, ishem hotelin, pastaj ishem, po rënje me madhe, kjo tani edhe doktori. Se duket ky mbron Salianin, nuk e di se doktori ka arsye të çuditshme që me zikutën. Kush e përcakton zoti Rakipi se kush ftohet në një televizion? Se kjo duhet diskutuar, domethënë. E di Rama me Sali Berishin. Nëse përcaktojnë ata, po besoj që televizioni ka drejtor, kryeredaktor. Pra do të pikemi të kuptojmë gjithë të gjë, do të flasim për kodin zgjedhor, që tani po bëjnë 2 partitë e mëdha dhe do të bëjnë një prag shumë të lartë, që këta të hidhen edhe sikur të çaplehen me nder, të mos e kalojnë dot pragun, këta të vegjëlit. Do bëhet 4 ose 5%, nuk e dim, do flasim pjesën e dytë. Nisim tani me pjesën e parë. Në këtë pjesë unë kam zonjën Ola Xhama Klodiana Lala, faleminderit shumë, zonja shumë nderuara, që të konservojnë vazhdimisht për emisionin tonë, ndihmojnë sa mundin, dhe unë i falenderoj në mënyrë të posaçme. Kuptoni? Sokol Bregu dhe Xhevair Xhabina, jemi të 4 që do të jemi këtu, por do të kemi në lidhje direkte drejtoren e AKU-s, zonjën Blerina Gylameti, e cila do ndihmoj për pjesën e parë, lidhuni pak më vonë, po Blerina do të përpiqet të tani se do fillojmë, se po hyrim në fund nuk duhet më. Tani kalojmë direkt te pjesa e parë, helmohen policët, siguria ushqimore 0. Përpiqeni të më gjeni derisa të flas Klodi, të më kapeni me zonjën Blerina, sepse më lajmëroj që sa po hyrin në shtëpi. Edhe është bërë gati. Tani i forti e shef edhe kur hyn në shtëpi. Më mori vetë, i mora unë dhe më mori sepse nga halli njeriu pyet gjë dhe gjatë Xhabina, se ti tani. Dhe zoti Rakipi e ka hall emisionin. Hall. Ne që komunikojmë tani helmohen policët, siguria ushqimore të nderuar teleshikues 0, po ne jemi një popull që prapë ju do shikonim shumë këto, doktorin, kur bërtet, kur thëret, kur ulërin, kur dhe e drama dhe gjithta, dhe sigurinë ushqimore as e shihni, as e dëgjoni dhe nuk dini çfarë ani, bëni çfarë doni. Por siguria ushqimore është te 0. Dje 46 studentë të Akademisë së Policisë u elmuan me ushqimet e kompanisë Sorial, me pronar, si që thash më parë, kryetarin e dhomës industrisë dhe tregtisë zotni Nikolin Jaka. Mund paraqitni dhe foto akademia dhe mbulim, edhe më mbulim që kemi, se që më sollën mua të regonin dhe një video ku mbulim
uthulla me krimba, po si zë uthulla krimba, se edhe këte, do më thënë këtu vjen, ka ardhur Kjo në koha, fakt nuk ka lidhje me këtë ngjarje, gjithsesi. s'ka lidhje? Jo, nuk ka Nuk lidhje. ka, po ka lidhje me të gjitha ngjarjet. Patjetër, me sigurinë ushqimore. Që këtu është një vend të nderuar të shikues që dhe uthulla zë krimba. Që uthulla është shumë e vështirë zë krimba, se krimi duhet të ngorët në uthull, por zë në vendin ku jetojmë dhe ju dhe ne këtu, këtë lloj ushqimi ham. Çfarë është ky? Krimba Uthulla, gje. pra, po. Ha? Uthulla me krim. Uthulla me krimba, ja, shikojeni. Edhe kjo e zë. Se të zërë sheqeri krimba, të zërë një gjithë tjetër, po të zërë uthulla krimba, Allah. Tani, zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht me këtë që janë elmuar policët akademikët e? Tani, studentët e Akademisë së Policisë, pasi kanë konsumuar ditën e djeshme vaktin e drekës, pak orë më pas janë paraqitur 56 prej tyre në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për shkak se kishin problematika me shëndetin. Pra kishin simptoma të ngjashme me ato të helmimit, siç ishin dhimbje të forta të barkut, diare, të vjella e tjera me radhë. Duke qenë se bëj fjalë për një numër shumë të lartë, pra 56 dhe vetëm 2 prej tyre kanë mbetur më pas në spital shumë tepër se sa të tjerët, ka patur dyshime të para që mund të ishin helmuar nga konsumimi i vaktit të drekës. Në kuadër të këtyre hetimeve ka rezultuar që është kompania Sorial me administratore Alma Tafani, që është partnerja e zotit Nikolin Njaka, e cila kishte një marrëveshje ose një kontratë të lidhur me Akademinë e Policisë për furnizimin me ushqim në formën e cateringut për studentët e Akademisë Policisë, dhe normalisht në këto momente ka nisur dhe hetimi në lidhje me këtë rast. Sipas procedurave, policia ka njoftuar të gjitha institucionet përfshirë edhe AKU-n për të marrë të gjithë... Ky është një helmim i rëndë, para se të mbrim këtu? Atëherë ja do ta shpjegoj, sa ato po shpjegoj sepse kanë të gjitha veprimet hetimore që janë kryer. Do duhet të dalin analizat përfundimtare për të përcaktuar se kush është pra cili nga ushqimet e ka shkaktuar helmimin, por njëri nga studentët e akademisë ka pretenduar që në momentin që kanë ngrënë vaktin e drekës, ka konstatuar që brokoli ka qenë i thartuar dhe kanë ngrënë si me vështirësi. Megjithatë, ai ka pasur simptoma më pas dhe është paraqitur bashkë me kolegët e tij në spitalin infektiv. Pse janë ngritur dyshime për helmim? Sepse gjatë marrjes në pyetje të 2 mjekëve të spitalit infektiv dhe konkretisht në Eda Çomos dhe Edmond Pucës, ata kanë pretenduar që kanë dyshime dhe simptoma për një helmim të ushqimit. Më pas janë marrë në pyetje studentët të cilët kanë qenë në gjendje të japin shpjegime në momentet e para për shkak të gjendjes shëndetësore, dhe është marrë gjithë vakti drekës, sepse duhet kemi parasysh që përgatitet aty edhe tek Akademia e Policisë. Dhe rezulton që policia pasi ka kryer veprimet e para hetimore, ka arrestuar 2 persona, të cilët dyshohen për veprën penale importim, provim, shitje ushqimeve dhe ruajtje ushqimeve të rrezikshme për shëndetin e njerëzve, dhe konkretisht është arrestuar kuzhinjeri Kujtim Ballxhini, i cili do duhet të përballet më pas me gjykatën dhe të kuptohet se cila do të jetë masa e sigurisë që do të caktohet, dhe Kristiana Plaka, që është teknologe. Nga ana tjetër është bërë kontroll banese tek shtetëse Alma Tafani, që sikur se thash është administratore e kompanisë Sorial, fillimisht për këtë Alma Tafani është gruaja e partnerja e zotit Jaka. Partnerja e zotit Jaka. Po, fillimisht është thënë që zonja Thuhet dhe gruaja partnerja, ha? Po, dakor. Thuhet. Mund ta përcaktojmë si doni. Jo. Atëherë, zonja në fjalë është administratore e kompanisë Sorial, që sikur se thash ka një kontratë të lidhur me Akademinë e Sigurisë ose Akademinë e Policisë së shtetit për furnizimin me catering të studentëve. Duhet kemi parasysh që fillimisht është thënë që kjo zonjë ndodhe jashtë vendit, më pas gjatë kontrollit në sistemin Teams dhe verifikimin në sistemin Teams nuk rezultonte të ishte jashtë vendit, dhe për këtë arsye është bërë kontroll banesa, ajo nuk është gjetur në banesë, dhe për këtë arsye forcat e policisë kanë mbajtur edhe proces verbalin përkatës. Deri në këto momente që ne flasim, nuk është paraqitur të paktën në mënyrë të vullnetshme përpara policisë për dhënë shpjegimet e veta. Tani ky rasti çfarë na tregon zoti Rakipi, dhe zonja Gjulameti ndoshta mund na japi më shumë detaje, që problematika me sigurinë ushqimore në vend është një ndër shqetësimet më të mëdha dhe më pak e trajtuar. Po. Zonja Gjulameti thotë që do të jetë gati në 21:10, por ne do t'i lutemi që t'jetë në 21:05, është shumë e rëndësishme për shkak të programit që ne kemi të planifikuar dhe çdo minutë e kemi të dedikuar dhe të ndarë në një mënyrë të cilën nuk e shmangim dot. Zonja Gjulameti mund të manovroj pak 5 minuta. Tani, të jemi këtu. Sori Al,
dhe AGS me administratore Alma Tafanin, gruaja Nikolin Jakës, që sot u shpall në kërkim nga policia, kanë marrë 23 milion euro kontrata publike për shërbime ushqimi dhe pastrimi. Pastrim çfarë pastrohet? Shërbimin e pastrimit dhe të lavanderis kryesisht të spitaleve, por edhe në disa kompani publike. Çarçaferin këto? Larje çarçafësh, ndrim të përparseve të Dhe pastrimi institucione publike, spitale, shkolla, kopshte dhe qerdhe. Kush jep këto tendera? Cila ministri? Kryesisht është isha agjencia e blerjeve të përqendruara, sot operatori i blerjeve të përqendruara, sepse është themeluar një kompani publike e cila bën standardizimin e procedurave dhe në bazë të një vendimi zbatues të ligjit për prokurimin publik, që nëse shumë institucione ka nevojë për të njëjtin mall, atëherë ti duke qenë se lidh kontrata për sasi më të madhe, del kosto e çmimit më e lirë tek ofertuesi i tenderit, i dedikohen vetëm një operatori që t'i bëj. Aksionere është Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Pra, 20 milion, po ky mirë si i takojnë të tendera, se është eksperta, po si i dhomës tregtisë, sekretari i industrisë, digjet i bregu për këtë puna, po shumë dahen, thua. Fakti që zonja nuk është paraqitur në polici, mas gjithë këtij akti, i fshihet edhe drejtësisë e marrës në pyetje, duket qartë azip që pranon në mënyrë indirekte që është fajtore se në të kundërt do shkonte të paktën të thoshte që si isha ndjenia, duhet se janë student drejt e mori. Janë fëmijë pavarësisht se janë nga 19 vjeç, 20 vjeç, nuk janë nga 100 vjetë që vati ka zili kjo edhe. Mirë po, ato që kam bërë në re, jo vetëm edhe Shqipëria ndjek mënyrën se si veprohet në botë, sidomos në ish vendet e lindjes. Pikërisht cateringun marrin ata që janë më të pasurit. Një pjesë e madhe e oligarkëve në Rusi, fillimisht e kanë nisur me ushqimin e shkollave, sepse duke qenë se është më pak cilësia e ushqimit që donë, fitimet janë shumë herë më të mëdha. Na duket sikur është larg, po të gjitha tenderat për ushqimin burgje që cilësia është e keqe. Në shkolla me konvikt, siç është kjo, paraja është e madhe. Të gjitha ushqimet këta japin? Jo, këta, po Jo, ideja është që shko me catering në rastin konkret, dhe ushqimet catering ka dhe riskun shumë të madh për të patur edhe helmim. Ushqimi spitaleve shumë e rëndësishme. Mirë po, ne na ka ndodhur disa herë dhe kishim 2-3 raste edhe në shkolla, ose me ujin e pishëm, ose me histori të tjera. Mirë po, duke qenë se nuk është proceduar ndonjëherë që lloj kjo që ishin studentë akademisë së rendit, dhe ishte detyruar policia të merrte masat me njershme, se në rastet e tjera nuk është bërë procedura të tilla. Jo, ma e të mërshme është ndodhi në qerdhe dhe kopshte fëmijësh, edhe kompania ka disa kontrata me institucione publike dhe me kopshte dhe qerdhe, drejtorin për atë kopshteve dhe qerdheve në Bashkinë Tiranë, që ajo është me rrezikshme dhe shëndeti i fëmijëve është më i rrezikshëm se sa shëndeti i një të rrituri i cili ka më shumë imunitet. Kjo është e gjitha në vazhdën e sigurisë ushqimore që, me thënë drejtën, në Shqipëri është zero, pavarësisht se zonja që e drejton do flasi, kontrollet janë të pakta. AKU-ja, jo sot, që kur është krijuar, është një vatër e madhe korrupsioni. Nuk është se ka krijuar ndonjëherë në një histori suksesi për t'i proceduar. E di pse? Se po të kish 5 vjet nuk e të rrisja. Po. Ka 3 muaj. Po, e di. Nuk është përgjegjësi. E di, nuk është përgjegjësi. Aty është AKU-ja është Kutret Qameti. Ajo duhet të shkojë në Hag. AKU-ja duhet marrë, duhet thithur. Krim kundër njerëzimit. Krim kundër njerëzimit. Atë që nuk kuptoj është, ore vetë këta që e lejojnë, këta të AKU-sa, po ata që e kanë, o qa hanë të shpite tyre? Ku i blenë këta? U vjen nga Italia? Se s'bëjnë kontrol fare. Dhe kompanitë më prestigjioze në Shqipëri fatkeqësisht nuk kontrollohen dhe mua më ndodh rëndom të prek dhe të ushqime jashtë cilësie ose të u ka mbaruar koha në të emrave shumë të njohur. O, Shqipëria është rekord, nuk i pranohet asnjë ushqim jashtë në vendet e Bashkimit Evropian. Në Serbi që është
nuk i lejohet në Maqedoni, që pothuajse është e barabartë me ne, ja bllokon gjitha, nga shalqiri deri ke gjitha ato që dërgon, edhe detyrohen dalin me humbje i groposin. E dikush është rasti konkret, zoti Rakipi, fakti që ndodhi në Akademinë e Policisë, prandaj mori vëmendje kaq të madhe, sepse ne kemi plot raste të tjera ku ka helmime brenda institucioneve të ndryshme apo në qerdhe në kopshte e tjera me radhë, po janë raste të izoluara dhe nuk bëhen shumë publike. Në rasti konkret, fakti që ndodhi tek policia mori një vëmendje më të shtuar dhe mendoj që ky rast duhet të shërbej për të monitoruar edhe të numrit të lartë, po edhe Akademia e Sigurisë e tjera me radhë, duhet shikohet që ku lidhet një kontratë, se si është lidhur kjo kontratë, çfarë është ushqimi që shërbehet, në çfarë kriterësh dhe kushte shërbehet. Imagjinoni tani një ushqim që do të shërbehet në mesin e gushtit, që temperaturat janë shumë të larta. Dhe kjo mori vëmendje për këtë arsye, ndoshta po të kishte ndodhur diku tjetër, nuk do të kishte këtë lloj vëmendje, po kjo duhet të tërheqi realisht vëmendjen e institucioneve, sepse AKU-ja, si që thot edhe Sokoli, është absolutisht një vatër e pastër e korrupsionit. Ne kemi patur 10 raste kur produkte shqiptare janë dërguar jashtë vendit dhe janë bllokuar dhe janë sinjalizuar nga autoritetet e huaja që janë jashtë çdo standardi. Dhe imagjino çfarë ndodh, pra kur tentohet të dërgohen dhe jashtë në vende të tjera, imagjinoni se çfarë produktesh. Na blen nga Salive dhe krye inspektorin më shkruan një për Dash Sulën, se dhe Dash Sula aty punon. Ai kontrollon të gjithë inspektoriatet. Ai është Biaku. Ta ku si kemi thënë, po. Se fora me Dashin unë dhe do tjetë kur të marrë dhe disa masa tjera ta. Pjesën e AKU-s ne e përmendëm dhe e zauruam, kam përshtypjen që është një institucion inekzistent kur vjen puna tek siguria ushqimore, por ne nuk kemi as kulturë hetimore që të hetosh atë çfarë ndodh më pas. Ne kemi qenë dëshmitar të 10 helmimeve masive që kanë ndodhur në Shqipëri, njëri prej tyre kujtoj tani në qytetin e Bulqizës, 10 qytetarë të Bulqizës u helmuan për shkak të ujit të pishëm që vinte në çesmat e tyre dhe askush nuk mbajti përgjegjësi për këtë. Edhe në këtë rast kam përshtypjen që nuk ka çfarë heton më prokuroria apo policia apo institucionet tjera. Në këtë rast duhet mbajtur përgjegjësia penale dhe përgjegjësia penale të shkoj atje ku i takon në këtë rast, që përgjegjësi kryesor është kompania e cila ka dërguar ushqimin e helmuar tek Akademia e Sigurisë. Kështu që unë më shumë tani e tutje bëj me përgjegjësi policinë dhe prokurorinë e cila duhet ta hetojë seriozisht të paktën një çështje të tillë që të kemi të identifikuar çfarë shkaktoi dhe kush janë shkaktarët, dhe më pas mund të themi që po kemi pasur një sukses sa i takon këtij lloji hetimi, por kam përshtypjen duke parë se çfarë ka ndodhur në vazhdimsi, mendoj që ky do të jetë një çështje dhe do të jetë një hetim që do të harrohet shumë shpejt. Do të jetë një hetim që do të harrohet shumë shpejt, siç harrohen gjitha gjërat. Siç harrohet ajo partia Durrës, siç harrohet këtu tani fshihet disa ditë kjo gruaja. Mos kjo që ishte një helmim, shërohen edhe pas 2 ditësh. Po, u shëruan ata sepse shpjegonte një eksperte, sepse kishin dhe imunitet shumë të lartë nga që ishin çuna të rinj, e kupton? Po. Edhe çuna vajza të reja ndoshta, por merrem me mend sikur kjo të bjerë, kjo gjë të ndodh tani në një azil plesh. Ose në spital, sepse po thuaj se gjysma e kontratave të spitaleve janë fituar nga kjo kompani. Nuk është se duhet që të dënojmë kompaninë sikur asnjë produkt që ajo ofron të shërbimi cateringut ka pasoja negative dhe nuk është i kontrolluar, por fakti që ndodh dhe nuk ndodh vetëm tek një student, po ndodh në mas, pra ishin rreth 50 student që janë tregon një munges totale të papërgjegjshmërisë. Qoftë të kompanisë, qoftë të administratorit të Akademisë së Sigurisë, sepse dhe aty duhet ketë hallka kontrolli për mënyrën se si ushqen dhe çfarë cilësie ka ushqimi. Të vetë operatorit të blerjeve të përqendruara që ka dhe njësinë e monitorimit të kontratave, janë monitoruar ndonjëherë të kontratat të ushqimeve, si janë realizuar dhe çfarë. Ata kanë emra kompanish për prodhimin e vezëve këtu dhe i sjellin vezët nga jashtë. Dhe kanë vetëm 4 pula në për 4-5 pula në përqymes. Autoriteti kombëtar i ushqimit, te inspektoriati i përgjithshëm. Pra, ne kemi me 10 institucione që duhet të kontrollonin në këtë rast dhe
qindra paga punonjësish që paguhen, që në fund të shkojmë te kjo pjesë që nuk ka siguri ushqimore dhe ka edhe dëme të mëdha në shëndet. Kush i merr tendrat e ushqimit përveç Nikolinit? Për të thënë, Sorial bashkë me kompaninë AGS që janë në pronësit të Alma Tafanit, që më përpara ka qenë tek Sorial 50% aksioner dhe zoti Nikolin Njaka, në total kanë fituar nga 2018 deri më sot 44 milion euro tendera në fushën e shpërndarjes së ushqimit dhe në fushën e lavanderisë, shërbimit lavanderisë ose të pastrimit. Kryesoren që janë fituar këto tendere janë tek operatori blerjeve të përqendruara, ish agjencia e blerjeve të përqendruara, diku te 25 milion euro, ku nga këto 18,8 milion euro janë kontrata ushqimi te spitalet dhe 12,2 milion euro janë te Akademia e Sigurisë dhe Repartet Ushtarake. AGS, që është kompania tjetër, ka 4 milion euro kontratat lidhura për furnizimin me ushqim të qerdheve dhe kopshteve në Tiranë dhe 14 milion euro kontrata për shërbimin e lavanderisë edhe pastrimit. Pra, po të flasësh për tregun e tenderave që janë spitalet, repartet ushtarake, Akademia e Sigurisë, qerdhet, kopshtet, ka një përqindje të konsiderueshme të tregut. Para disa vitesh, në një investigim që kanë bërë, zindin rreth 25% të tregut kompania KPL, që ishte në pronësi të zonjës Alma Tafani, dhe 21% kompania Sorial. Të tjerat janë kompania Dajti Park, 2007 janë kompania Nika, kompania Nelsa dhe Dion AL. Këtu shohim një tipologji shumë të veçantë kompanish, se për shembull ish Dion AL, sot Shpresa AL, shet kompjutera, shet edhe ushqime për qerdhe dhe kopshte. Edhe kompjuter dhe ushqime. Po, dhe ku jeni specializuar ju si kompani tek produktet e teknologjisë, se ti duhet të ndash fushën dhe aktivitetin, pra ti mban një staf të dedikuar për ushqimin, hapi kompani nëse je i suksesshëm në biznes, nuk po them se ke kaq biznese. Shpresa AL, po e di Shpresa AL që shet kompjuter. Ose ke Dajti Park që e ke edhe në fushën e turizmit, edhe në fushën e ndërtimit, shet edhe ushqime. Po janë penalizuar në këta? Dhe tregu këtu ndahet në 4-5 kompani që marrin 80%, 20% pasaj copëzohet, siç mund t'jenë në përfshatra apo në përrethe që nuk depërtojnë dot të kompanit. Këto të treja që thash, Nelsa, Nika dhe Dajti, ish vllaznia, pronarët e tyre janë dënuar me vendim gjykate për afera korruptive në drejtorinë e burgjeve. Nëse ju kujtohet... Për këtë problem? Po, ushqime. Për tenderin e ushqimeve në drejtorinë e burgjeve. Çfarë bën këta? Po vazhdojnë përsëri këta? Po, çfarë bëjnë këta? Këta i dhuruan kotat e kompanive. Shteti korruptuar dhe i mbaruar pëse? Jo vetëm shteti, edhe gjykata, sepse... Edhe gjykata i liron e tjetë. E di pse? Sepse ti që të futesh në një tender të duhen që të kesh eksperiencë dhe përvojë në punë të ngjashme. Dhe atyre i duhet kjo kompani. Po u dënuan vetëm administratorët dhe pronarët dhe ja dhuruan kuotat më pas familjarëve të tyre. Jo kompania, jo entiteti. Ti pse bëre korrupsionin? Gjykata dhe prokuroria, thua ti? Po. Po, duhet të kishte penalizuar dhe kompanin, duhet të ta sekuestronte, ta konfiskronte, se kishte marrë para në mënyrë të pamishme. E di si më dërgonte një përgjigje mua njeri sot, për një kërcënim, që një emision që kishim patur ne këtu, dhe një hajvan që bënde një kërcënim. Edhe unë e u qova këtyre, dhe këta thoshin tani nuk ka rrezik për vrasje. Thoshte prokurori, sigurisht e psikolog dhe kështu. Prokurori më... E kishte me të parë, do më thënë, dhe pak shtu... Krye veprimesh aktive, është histori më vete kjo, po, për te, tani në vazhdim asaj çfarë thotë... Dhe po të shohim, pastaj, kam bërë një studim të tenderave të fituar, si te Akademia e Sigurisë, si te kontratat e tjera, fitojnë të gjitha 98-99% e fondit limit, nuk ka asnjë kursim. Qartë. Që këtu kuptohet që Elmime tani ka patur vazhdimisht. Çfarë ndryshkimesh ka? Shkoj koha, në qoftë se është zonja, në qoftë se s'është, ne vijojmë sepse kemi pika tjera. Problemi e di cili është në rastin konkret, shpesh herë studentët e Akademisë së Sigurisë, pavarësisht se nuk flasin publikisht për shkak të kushteve dhe kritereve që ata kanë edhe hyn në atë shkollë, janë ankuar për cilësinë e ushqimit aty. Dhe me thënë të drejtën, po të flasësh në mënyrë individuale, ata ankohen në mënyrë të rregullt
dhe periodike për cilësinë shumë të dobët që ushqimit që ka në Akademinë e Sigurisë. Dhe imagjinoni, domethënë, sepse ata janë njerëzit të cilët mund të flasin për këtë çështje dhe mendoj që përtej masave administrative do duhet ketë një hetim tërësor dhe të plot nga autoritetet, por do duhet shikohet dhe cilësia, sepse fakti që vetëm një grup kompanish fitojnë të gjitha këto tendera, do të thotë që këto kompani ka dyshime të forta ose flamuj të kuq që mund të jenë ose të paracaktuara ose të kanalizuar në disa duar, të cilët pretendojnë që gjoja kanë eksperiencën, por nga ana tjetër nuk e kanë këtë eksperiencë për të dhënë një shërbim të tillë ose japin, domethënë dërgojnë ushqime të cilat janë skaduara, se është e pamundur 56 persona të shkojnë në spital në gjendje problematike. Qartë. E kupton? Domethënë, imagjino po të ndodh kjo. Do të merremi edhe me pasojat. Çfarë pasoje pati firma pas kësaj? Pavarësisht atyre që u arrestuan? Kjo është pjesë e a u vu në pull? A u vu në një mas paraprake, po them? Jo, unë me sa dëgjova në një intervistë që kishte dhënë administratori, vazhdojnë që shërbimi i cateringut ofrohet nga njëta kompani. Po, normale. Ka ndërprerje as pezullim të kontratës. Më duket se e tha dhe drejtori policisë cita të njëjtën deklaratë. Po këtu duhet të ndërpritet, në të kundërt, në qoftë se vazhdon në njëta gjë mund të ripërsëritet. Pa dashur të paragjykojmë kompaninë, pra të pezullohet derisa të ketë një hetim tërësor në lidhje me çështjen, sepse nëse lejohet në këtë mënyrë, mund të ketë problematika të nesërmen. Dhe është absurde që kjo ndodh në Akademinë e Sigurisë. Imagjinoj çfarë mund të ndodh në vatra të tjera që nuk raportohen fare, pra mbyllen mes institucioneve pa u bërë zë dhe normalisht krijohet problematikë në rastin konkret. Kështu që hetimi do duhet jetë së pari administratorja zonja Tafani duhet të dorëzohet ose të paktën të shkojë në polici vullnetarisht dhe të jap shpjegime në lidhje me mënyrën se si është operuar, si bëhet transporti cateringut, ku përgatitet cateringu, kush janë personat përgjegjës, sepse aty janë marrë edhe teknologë të tjerë, janë marrë dhe kuzhinierë të tjerë dhe përgjegjës të tjerë. Zënë Blerina Gjenameti, me gjithë se na premtojnë, na mashtrojnë, ka shkruar në televizion tjetër, punë e saj, por nuk mashtron njeriu në këtë mënyrë, siç mashtron akuja, e cilja është për t'i vënë hekurat komplet dhe për t'a çuar në Hagë, sepse po elmon në gjithë popullin shqiptar dhe më shkruajnë për shembull njerëz pa numër, 30% e ushqimeve ndrohen etiketat në marketet shqiptare dhe bëhen quhen si të reja dhe vinë po që e këshu në këtë gjendje, si që është drejtoria sot, nuk e duam, me mos i thoni gjë fare, se është shumë turp. Thot do vi, flet me mua, flet me të tjerët, dhe befas shfaqet në ikën me të leti ikë, por thot mund nuk vi këtu, se është turp, e kupton për një... Jo, po që 10 minutë, që? Po unë nuk jam, po ika tani me gjithë. Gjithsesi, zoti Rakipi, përtej asaj çfarë bëri zonja Gjulameti, që është në drejtën e vet, pavarësisht se nuk duhet kishte konfirmuar këtu, problemi është që AKU-ja duhet marrë masa serioze për këtë situatë. Në të kundërt, raste të tilla mund të përsëriten. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për një gjë, bëhet fjalë për jetën e qytetarëve shqiptar dhe për jetën e fëmijëve tanë, të cilët janë në qerë dhe në kopësht e tjerë me radhë. Jo, Ledio, nuk do ta marrësh. Nuk do ta marrësh, se është fyri, e kupton? Ne më presim tani një, na mashtrona. S'm ka ndodhur ndonjëherë kështu, realisht nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe s'kam për ta thirrë kur dhe do ta ndjek me bukën torë me gjithat institucion ku ka vajtur. Ka vajtur tani është e pafajshme fare, është njeriu mi pafajshëm, sepse ka vetëm 3 muaj, por është në krye të institucionit më të korruptuar dhe më maskarat në Shqipëri. Të AKU-s. Tani, pra edhe njëherë siguria ushqimore në këtë vend që të konkludojmë. Siguria ushqimore dhe mjedisi janë 2 kapitujt e fundit për Bashkimin Evropian që kanë për të mbyllur, nëse Shqipëria hyn ndonjëherë në Bashkimin Evropian, pikërisht për shkak të mungesës së gjurmëshmërisë dhe të kontrolleve që ka tek tregu i ushqimeve. Dhe kjo ka të bëjë jo vetëm për produktet që prodhohen në Shqipëri, por dhe për produktet e importit. Po të shohim të gjitha produktet e mallrave të konsumit, qoftë ato që ne ushqemi, qoftë ato që ne konsumojmë për makinën karburantet, qoftë mallrat që marrim elektroshtëpiake, cilësia është më e dobta në të gjithë rajonin,
për mos ta krahasuar fare me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka të bëjë me mungesën e hallkave institucionale dhe mbikëqyrjes që ka të këtyre tregjeve, se si disa biznesmene kanë kapur dhe nuk i lëshojnë më, se patjetër që premtojnë reforma, tani AKU-ja është shkrirë Agjencinë Kombëtare të Veterinarisë me akvakulturën dhe të gjitha inspektimet i bën vetëm një institucion, është ndryshuar ligji me 10 herë, janë dhënë miliona euro tek ky institucion që të forcojnë hallkat e sigurisë ushqimore. Sërish ne vazhdojmë që të kemi të njëjtat probleme, kemi helmime, ne nuk e dim se çfarë ham, dhe po të shohim pastaj indigjencën e sëmundjeve shëndetësore, gjithmonë sëmundjet të cilat kanë si shkak keq ushqyerjen, janë gjithnjë edhe në rritje. Kjo ne si popull e kemi të tillë se as nuk e kemi kërkuar dhe as nuk e kemi luftuar. Sepse nëse më përpara vinim nga një periudhë që diskutonim nëse kishte ose jo për të ngrënë, atë mentalitet kemi trashëguar dhe askush nuk e vret mendjen sot për cilësinë. Por siç e the dhe ti, ajo që kemi mbi tavolinë atë ham të gjithë si ne, si ata që kontrollojnë, si ata që drejtojnë. Ai që pranon, ai që certifikon ku shkon ona. Prandaj kanë bërë gjithmonë çudi. Siguria ushqimore është ju thatë vetëm për ato mallrat që prodhohen këtu që nuk eksportohen, se nuk ti fut BE apo nuk të pati certifikat se sa pesticide dhe plera kimike ka patur ai malli. Se BE-ja mund të negociojë dhe mund të bëhet korrupsion, po jo me jetën dhe shëndetin e njerëzve, se di si është puna, ajo fatura prapë të vjen te spitali që të kurosh atë tjetrin. Ajo që ndonjëherë bëjnë ndonjëherë shumë mediokër tek është që të vetmet produkte ushqimore ose të industrisë ushqimore që pranohen në Bashkimin Evropian janë ato që këta i prodhojnë veçantë. Zakonisht janë pije alkolike ose verë ose birë, të cilat këta i importojnë, i eksportojnë, por e kanë cilësinë ndryshe nga ajo që hedhin në treg në Shqipëri. Kurse përsa i përket të gjithë perimeve, pastaj ato janë mbushura me AKU-ja ka një laborator. Ja sa ta mbaroj, po ka. Po të shohësh, tregu... Aty janë bërë dhe analizat e sot, më falur. Tregu i shitjes së produkteve ushqimore sot, mbizotrohet nga mallrat e importit, aty duhet parë cilësia. AKU-ja ka edhe nga një pikë të raportimit shpejt të sistemit alert, në çdo port, në çdo pikë kufitar. Kjo ajo s'kanë si përfundim. Turpi botës. Sa orë kanë kaluar? Tani vetmja masë administrative çfarë do vërtetohet? Marë për kompaninë Sorial është një masë administrative për 100.000 lekësh për shkak se nuk ka sistem gjurmimi. Që këtu fillon problemi. Problemi fillon që është 1 milion lekë të vjetra. Jo, problemi është, zoti Rakipi, në momentin që ti bën shërbim catering, duhet kesh një sistem gjurmimi të shikosh. Nga momenti që niset nga mensa ku bëhet përgatitja ose nga ambienti ku bëhet përgatitja e ushqimit, deri në vendin që është lidhur kontrata, pra në Akademinë e Sigurisë që është në SAUK. Sa kohë duhet për të bërë transporti, sa kohë përpara duhet përgatitet, cilësia ushqimit e tjera me radhë. Në rastin konkret, kjo kompani nuk ka një sistem gjurmimi. Problemi është sa të tilla nuk e ka një sistem gjurmimi. Ne nuk kemi një certifikat të gjithë produkteve ushqimore dhe të dimë çfarë produktesh ham. Së dyti, ka shumë magazina të cilat janë në periferi të Tiranës që falsifikojnë etiketat e ushqimet, produkteve ushqimore. Në mënyrë masive. Ky është problemi. Ne kemi patur disa aksione që janë asgjë në raport me atë çfarë ndodh realisht, që falsifikohen etiketat dhe AKU-ja do duhet pranë çdo biznesi të ketë kontrolle të vazhdueshme për bulmetin, për produktet e tjera, të shikojmë me kujdes etiketat, sepse në fakt ajo çfarë ndodh, po na vret ne, qytetarëve shqiptarë, nuk është një problem se ja shpëtuan për fat të mirë ato 56 studentë të Akademisë Sigurisë, por nesër mund të jenë fëmijë dhe më pas shkon tek kequshqyera dhe në fund fare përfundon tek spitali. Çështja është që si në eksport, kur ne dërgojmë produkte jashtë që janë kthyer shpesh herë dhe ka pas alarme, ju e dini rastin më i fundit ishte i Kroacisë, por edhe në rastet kur importojmë, ne nuk e dim çfarë malli ose çfarë produkti ushqimor ka hyrë në vend. Dhe këtu nuk ka asnjë siguri për mënyrën se si menaxhohet një gjë e tillë. Dhe AKU-ja vetëm kur ndodhi ngjarje ne kemi parë që merren masa për një apo dy biznese, por nuk ka në mënyrë të vazhdueshme kontrolle periodike. Dhe di çfarë do të ndodh nesër? Për propagandë do dalin disa inspektorë të AKU-s apo të institucioneve të tjera
dhe do thonë, ne po kontrollojmë këtë marketing këtu, po kontrollojmë atë biznesin atje, ne kemi parë që, ne kemi shitës ambulant në rrugë, që tregtojnë peshk për shembull, që është ndaluar kategorikisht. Dhe akuja nuk ishe. Dhe mbyll syt. Ne kemi, unë kam parë me shqetësim. Për këta që shesin peshk në rrugë, e di që nuk ka certifikat asnjë gjë, e di konsumatori e merr riskun vetë, edhe po nuk fare akuja, Ola. Dhe unë nuk jam dakord. Jo, Klodi, unë nuk jam dakord as me këtë që hajde lem nga një inspektor në çdo dyqan, në çdo pikë shumicë, se as kjo nuk zgjidhet. Ne kjo zgjidhet vetëm duke marrë penalitete dhe duke i zbatuar. Pra, nëse dikush kapet në shkelje dhe nuk i shpëton, po këty çfarë ka ndodhur në këtë treg? Ta janë kapur në shkelje, këta vazhdojnë. Janë të njëjtët që fitojnë tenderat, janë të njëjtët që janë të njëjtët njerëz të papërgjegjshëm. Ti po të shohësh se po shoh mishin, tregun e mishit, e disa kompani kanë 5, 3 është krimi organizuar atje. Edhe do ta luftoj akuja një drejtoresh që është grua të lutem, se dhe për këtë nuk e besoj. Tregu i mishit, 5 kompani e kanë. Po pra po shumë dakord. 3 janë të lidhura me grupet kriminale. Absolutisht. Tento të hysh njërë taj treg se çfarë mesazhi të vjen. Jam shumë dakord me ty, po duhet të kontrollosh patës bulosheve shkelje. Dihet se çfarë sjell problemi Sjepa. Vjen bashkë me bashkë me atë mallin tjetër, zoti Rakipi, që ne nuk në Shqipëri më nuk kapet kur. Kjo në mënyrën si e thoni ju, Ola, është gabim që thua është grua çfarë do t'i bëj. Mos ta merrte pozicionin. Jo, nuk e ka. Lër dikën që Nëse Ola bëj. Jo, unë nuk po mbroj asnjë. E shikon në mënyrë relative tani. Ka që sa e vështirë është që të luftohet sistemi më. Jo, unë madje as nuk jam korrekte të bëj parashikimin që një stigmatizoj dikë që është një grua. Po flasim për një institucion 30. Po them që është një treg që ka grupe emrin që ka qenë emrin para kësaj. Po më duket se ka qenë Olsi Komici që ka qenë Bledar Skënderaj besoj ka qenë drejtoria Agim Ismaili ka qenë drejtoria. Agim Ismaili kush është? Afrim Baka më duket se ka qenë ishte drejtori burgjeve këta. Kush bën? Bë ca lek dhe ikësh. Pyeshi, bë ca lek, mblit ca lek aty dhe ik. Edhe ik. Institucioni, një nga institucionet më të korruptuar shqiptare. Ne nuk po ngarkojmë. Po ky është më i dëmshëm se. Dhe i më i dëmshëm sepse ka të bëjë si lidhur drejt për drejt me jetën e njerëzit, direkt me jetën e njerëzve. Dhe këtu është nuk ka në botë ti mund thuash, Ola, që nuk mund të ruaj një grua, një vijë, hajde të nesër të kalojmë bashkë. Po spati vullnet, tani ta kapin ata te porti, nuk ta bën dot këtë. Jo, po një minutë. Institucioni që kontrollon këtë, ne nuk e dim se ne për këtë punë kishim tirë sot. Prezident sa forca ke ti? Mund mos kesh forca fare më. Mund të jetë tallur shteti, qeveria dhe ka bërë këtë institucion kot. Ne duhet të dinim. Tani the pse del sqaron qytetarët edhe në ekran tjetër. Ti ke publikun tënd. Tani ti do ke dal provokati këtu? Jo. Mos e bëj, se e ke gabim. Jo, nuk. Ajo na fyu ne. Zonja ka vetëm një gabim, nuk. Ajo na fyu dhe ne unë do përpiqem vazhdimisht të jem te akuja vazhdimisht me emisionin tim. Dhe do ta shikojmë. Po mbajt të njëjtin standard që mbajta. Jo, nuk po e mban. Unë po e mbaj standardin. Unë jam një njerëz shumë normal në punën time. Nuk i bjem qafë kërkujt. Por nëse unë bëj 1 kilometër rrugë në Tiranë dhe gjej në rrugë 40 dyqane jashtë me copa mishi, me fruta, me dreqe, me gjitha dhe nuk i shikon këto akuja është turbi bocë. Si ka akuja, ato i ka bashkian. Bashkia. Dreqi, gjithë sistemi. Këtë po të them. Ndërruar të shikus, ne do të vjojmë të jemi në këtë tragedi tjetër kjo që i ndodhë popullit shqiptar, po nuk vdes, nuk është si vrasja e 2 ditëve më parë 3 ditëve më parë në Durrës. Është një dramë tjetër. Vdes dal nga dal këtu. Vdes dal nga dal. Jo më vdes dhe me njerë me ushqimin. Po ata ishin trupat fort, po mund të vdisnin. Merë Kateringu, ne je u qonë atje me 25 milion euro. 25 milion euro ky kryetari i Dhomës Tregtisë, kështu tendera, i numërove ti këtu. Dhe tani çfarë do me thënë kjo? Çfarë do me thënë? Ja këtë më shpjegoj më. Ikim nga ky moment, mbrim në një pikë tjetër të rëndësishme, lirohet në arresti shtëpiak drejtoresha e Akshit. Bëhet me dije që gjykata e lartë, Klodi, vendosi sot që të zbus masën ndaj drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Kërçanaj, Ish drejtoresh, po. Dhe nga arresti shtëpiak e ka lënë vetëm masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe detyrimin e paraqitjes në policinë gjyqësore. Ç'është ky vendim dhe ç'është motivi? Ai vendimi që ne e prisnim, do me thonë gjykata e lartë shtroi terrenin për të amnistuar në një farë mënyre të gjithë zyrtarët e lartë të cilët janë
të arrestuar apo në masa të tjera sigurie dhe që dyshohen apo janë të panderur zyrtarisht për akuzat korrupsionit, pastrimit parave apo të fshehjes së pasurisë. Ju e dini që pak ditë më parë, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në një farë mënyrë unifikuan pjesërisht praktikën e caktimit të masave të sigurisë arrest në burg. Për mua kjo praktikë do duhet ishte rregulluar shumë kohë më përpara, por Gjykatës së Lartë nuk i shkonte asgjë në vesh për sa kohë që nuk kishte prekur zyrtarët e lartë pra prokuroria e posaçme. Normal nuk shqetësohej për fatin e qytetarëve të thjeshtë, por u diskutua dhe u ndryshua një praktikë e unifikuese e vitit 2011 që në thelb çfarë thoshte? Si kupton popullata? Jo, për të sqaruar ishin Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë që janë pjesëmarrjen e të gjithë antarëve. Mos ecni përpara nesh, ju e di që jeni inovator, më të zotë se unë dhe këta që kemi ftuar këtu, por hajdeni me foton kur të shkojmë ne me fjalë. Unë shkoj me fjalë, ju shkoni me foto. Unë shkoj me fjalë, ju shkoni me foto. Pra ja, kjo është zonja Kërçanaj, kjo është sot ka... Tani, ish drejtoresha e përgjithshme Akshit, pasi gjykata e apelit posaçëm lan fuqi masën e sigurisë arrest në shtëpi, u drejtua me rekurs gjykatës së lartë. Dhe ky është vendimi i parë që gjykata e lartë i jep pas unifikimit të praktikës gjyqësore që ka të bëjë me masat e sigurisë. Patjetër që në rastin konkret gjykata e lartë nuk ka një vendim të arsyetuar, që ne të kuptojmë qartë ku është bazuar dhe se si e ka arsyetuar këtë vendim për zbutjen e masës së sigurisë për zonjën Karçanaj, por nga rresti i shtëpisë ajo është liruar dhe është caktuar masa e ndalimit për të dalë jashtë vendit, pra thënë ndryshe bllokimi i pasaportës dhe detyrim për paraqitje pranë oficerëve të BKH-s sipas përcaktimeve të gjykatës. Por çfarë bën përshtypje? Ky vendim vjen fill pas vendimit unifikues. Duhet kemi parasysh që Ilir Metaj ka bërë disa kërkesa për zëvendësim mase me rekurs, ka shkuar dhe gjykata e lartë e ka rrëzuar. Sali Berisha bëri për një kohë të gjatë kërkesa për zëvendësim mase sigurie, gjykata e lartë e ka rrëzuar, ka vendosur mospranim rekursi. Ilir Beçaj, ish ministër shëndetësie, ka bërë disa herë kërkesa pra rekurs kundër masave të sigurisë, është rrëzuar. Lefter Koka po ashtu. Erion Velia po ashtu. Dhe ky është rasti i parë, pra pas unifikimit të praktikës gjyqësore, është rasti i parë që një zyrtar, ish zyrtar e lartë, dërgohet, pra zbutet masa e sigurisë dhe për herë të parë do të kemi edhe një vendim, nëse mund ta them kështu tip, që do të shikohet se si e ka arsyetuar gjykata e lartë këtë zbutje të masës së sigurisë për zonjën Karçanaj. Sepse duhet kemi parasysh që zonja Karçanaj, përveç se akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, akuzohet edhe si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Pra ka akuzë më të rëndë edhe se sa Erion Veliaj, edhe se sa Ilir Meta, edhe se sa Ilir Beçaj. Pra ka ndoshta akuzën më të rëndë, pra dyshohet për pjesëmarrjen në një grup të strukturuar kriminal që sipas Pakut dyshohet se drejtohej nga Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri dhe paracaktoheshin tendrat pranë institucionit që ajo drejtonte. Dhe tani si është e mundur që më herët gjykata e lartë ka kaluar me mospranim rekursi të gjitha kërkesat të bërë nga Veliaj, Meta, Beçaj, Koka, Berisha e të tjerë me radhë dhe sa po bëri këtë vendim, pra unë e shikoj këtë si një vendim për t'ju hapur rrugë amnistimit të zyrtarëve të lartë të cilët do shkojnë në gjykatën e lartë me rekurs. Dhe duhet kemi parasysh që në këtë vazhdim është Erion Veliaj, zoti Meta ka një kërkesë në datën 11 maj për zëvendësim të masës së sigurisë, mbetet për të parë qëndrimin që do të mbajë gjykata e posaçme, po sido që të shkojë kjo çështje, zoti Meta do t'i drejtohet gjykatës së lartë dhe është nonsens nga njëra anë e akuzon si pjesë e një grupi strukturuar kriminal dhe ndoshta ndër aferat më të rënda që kanë ndodhur ndonjëherë ku rrëmbehen biznesmen për të tërhequr nga tendrat, miliona euro kalojnë në duart e një grupi strukturuar, të dhënat sensitive të qytetarëve shqiptar mund të keq përdoren nga ky grup i strukturuar, dhe nga ana tjetër, gjykata e lartë shkon dhe e liron. Asgjë personale me zonjën Karçanaj, por gjykata e lartë do duhet të arsyetojë në mënyrë të çdo dyshimit arsyeshëm dhe pa ekuivok se si e zbuti në masën e sigurisë për këtë zonjë, sepse ky mund të shërbejë më pas si precedent për të liruar edhe personazhe të tjerë problematik si në mesin e zyrtarëve të lartë, ashtu edhe në ata që njihen bosët e krimit organizuar. Sepse ky vendim unifikues i gjykatës së lartë, nga patur edhe një debat me zotin Sadushi, nuk është bërë për hallin e qytetarëve shqiptarë dhe që kanë shkuar në masën e arrestit me burg. Do duhet ishte bërë shumë kohë përpara, kur realisht kishte një shtim të masave të sigurisë arrest në burg për qytetarë të cilët mund të kapeshin edhe pse kishin bërë një gardh pa leje, edhe pse drejtonin automjetin në mënyrë të paligjshme, apo për vepra shumë herë, apo për mbajtjen e një cigare e hashash.
Ndërkohë që kur vjen puna tek zyrtarët e lartë, të cilët janë për krim të organizuar, siç është rasti konkret, shkelje barazie në tendera apo vepra penale të korrupsionit, gjithmonë gjykata e lartë mbyll një sy dhe e hapi tashmë rrugën dhe e shtroi trasen për t'i liruar. Ky është qëndrimi im lidhje me këtë çështje. Si shpjegohet fakti që se sa më të rënda të jene akuzat e SPAK-ut, aq më të lehta bëhen masat për personat e akuzuar. Me përjashtimet që ta lala, si shpjegohet kjo gjë? Fakt më lejo të ndaj shqetësimin e parimeve në fakt. Deri tani gjykata e lartë nuk ishte ndërhyrë në asnjë rast dhe kishte lënë SPAK-un dhe GKK-n prap, këto institucionet e reja. Sot ka prishur një vendim i dhënë nga 6 gjyqtarë. Kështu që me një të rënd lapsit ka prishur atë që deri tani e ka respektuar pafund. Ka patur një deal midis ndërkombëtarëve dhe gjykatës së lartë, që nuk do ndërhynte në asnjë moment në vendimet e GKK-s. Dhe ky deal është respektuar për vite me radhë. Pra kemi që nga 2020 deri në 2026 që gjykata e lartë çuditërisht nuk prish asnjë vendim të dhënë nga gjykata e apelit kundër krimit dhe korrupsionit. Pikërisht në raportin vjetor të SPAK ishte evidente si një nga sukseset e veta që gjykata e lartë nuk ka prishur asnjë vendim gjatë vitit 2025 dhe e reflektonte këtë si një parim të drejtë në vendimet e dhëna nga gjykatat e apelit. Kjo do na futi në një qerfull shumë të madh. Sot do të kërkojnë të gjithë dhe vlera e gjyqësorit më pas do të rrëzohet. Mirë, okay, se e respektoi në rastin konkret Karçanajn, pavarësisht asaj që ne kemi lehtësuar në dosje, pavarësisht asaj që SPAK i sekuestroi në vlera të jashtëzakonshme të gjithë këtij grupi kriminal, po me të tjerët, atëherë çfarë do bëj gjykata e lartë tani? Do pushatisi të gjitha gjyqet, të gjitha burqet, do t'i nxjerrë të gjithë. Ndërkohë që vetë nuk kishte nevojë, sepse vetë SPAK thot në raportin e tij vjetor që ne vetëm 5 deri në 7% të atyre të akuzuar për korrupsion, 3 deri në 5% të atyre të akuzuar për korrupsion, i kemi në masën e arrestit në burg. 95 të tjerë janë hetuar në gjendje të lirë ose me ndonjë masë të vogël shtrënguese. Pse duhet t'jepej një gjë e tillë? Mirë po, gjykata e lartë sa dushi e vendosi dhe ka si procedurë edhe të mëparshme që mund të prishi 2 vendime të gjykatave të mëparshme pa pikë. Jo, në rastin konkret, Sokole, di çfarë është? Përgjithsisht gjykata e lartë ose ka vendosur mospranim rekursi, dhe ne kemi patur çështje shumë të rëndësishme, Gërdeci, 21 janari e tjerë me radhë që kanë kaluar me mospranim rekursi, ose maksimumi që ka bërë i ka kthyer për gjykim në apel apo në shkallë të parë. Dhe ky është rasti i parë dhe ndaj më shqetëson që kjo mund të hapi një precedent të rrezikshëm. Përveç se i rrezikshëm, e hapi vatrën, e hapi. Trasen, pra, kjo është gjëja. Dhe nuk ishte ndodhur asnjëherë më herët, se Gjevahir ne besoi e kemi të qartë këtë gjë, i kishin kthyer vetëm për gjykim. Pra, nëse ishte kryer shkelje nga apeli, i thoshte, ktheje çështjen, rigjykoje me trup tjetër ose me po atë trup dhe ma sill sërish. Fakti që ndërhyr në mënyrë të drejtë për drejtë gjykata e lartë, do thot, kjo për mua është shqetësuese, sepse sa i përket masave të sigurisë arrest të burg, patjetër që praktika duhej unifikuar, po duhej unifikuar shumë më përpara, jo sot. Dhe gjykata e lartë hyri në lojë vetëm në momentin kur kam një pyetje në lartë. Ata mirë që ja vetëm një që pas vendimit unifikues të gjykatës së lartë, ai që inicioi një kam pyetje që kërkuesi. Bektar Zeneli, po. A ka përfituar, apo është e para zonja Karçanaj, dhe a ka persona të tjerë që nuk janë si këta VIP-at apo zyrtarët e lartë që kanë përfituar nga kjo? Rasti parë pas vendimit, sepse rasti Bektar Zenelit... Kam përshtypjen që rasti Karçanajt nuk është me vendimin e rit. Duhet të jemi fair me këtë që... Jo, vendimarrja vjen pas praktikës unifikuese. Vendimarja, po sepse nuk ka ndërhyrë në asnjë rast gjykata e lartë.
Pra ky është rasti parë pas vendimit unifikues që jepet. Për subjektet që janë pjesë e gjykatës së posaçme dhe prokurorisë së posaçme që ky është rasti parë pas vendimit unifikues. Pas vendimit unifikues, të gjitha rastet e tjera do shkojnë tani e pas, ose janë raste që gjykata i ka ndërkohë për të shqyrtuar. Çështja është që në rastin e Bektar Zenelit është interesante. Nëse mund të diçka. Po edhe të ikim nga këtu se kemi dhe 2 çështje tjera dhe s'kemi kohë. Në këndvështrimin tim është një precedent i rrezikshëm që ka hapur gjykata e lartë, sepse nëse shkon në përshkallëzimin e uljes së masës së sigurisë për persona të cilët janë pjesë e grupit të strukturuar kriminal të Akshit, në këndvështrimin tim duhet ta bëj për gjithë. Nesër i lindet drejta Ergysa Gasit se thuaj se ka të njëjtën akuzë me zonjën Karçanaj, Ermal Beqirajt dhe biznesmenëve të tjerë të cilët janë pjesë e kësaj afere që të kërkojnë edhe ata një masë më të butë dhe nga arrest me burg të shkojnë në arrest shtëpie me përshkallëzim. Dhe në këtë prizëm e shoh që është një vendimarrje shumë e rrezikshme. Për mos folur pastaj që zonja Karçanaj ka të njëjtën akuzë si zyrtarët e tjerë të lartë të këtij vendi që janë të arrestuar apo janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Në mos më të rëndë sepse ajo është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ka të njëjtën akuzë si zoti Veliaj, si zoti Meta, dhe nëse duhet mbajtë të njëjtin standard, gjykata e lartë në momentin që zoti Meta dhe zoti Veliaj do kërkojnë ndryshimin e masës së sigurisë, sigurisht që nuk mund të përdori dy standarde për të bërë një vendim të saj. Kështu që, por megjithatë këtu çfarë nuk ndodh, kështu që fare pak minuta. Mund të them vetëm diçka një përshtypje, nuk është se jam njohëse e proceseve juridike që janë shkallë e parë apel dhe gjykatë e lartë cilat janë kompetencat apo çfarë janë pas vendimit. Por me aq sa kam parë dhe kam studiuar unë çështjen e Akshit, me sa di zonja Karçanaj është e dyshuar për akuzat të tjera shtesë, pra vepra penale që ajo ka bërë janë akoma dhe më të rënda, e rëndojnë pozitën. Kështu që nuk e kuptojmë mbi çfarë baze niset gjykata e lartë që t'i jap më të lehtë sigurie. Gjykata e lartë ka bërë këtë? Po, gjykata e lartë. Okej. Atëre, ikim nga ky moment, jemi në ndryshon kodi penal vrasje apo thjesht aksidente. Parlamenti Lala ka diskutuar nëse këto aksidentet, që s'janë thjesht aksidentet, duhet si për shembull ishte vrasje. Po, absolutisht. Rasti Durrësit ishte vrasje. Po, rastet të shumë të panumërta quhen vrasje. Marrësh i bie shtjetrit, qoftë edhe kur ke bler patentën. Duhet të provosh dashjen për pasojën. Po, edhe këtu më thosh mua duhet të provosh vrasjen. Më thosh mua të përgjigje që theu prokurori. Po, do me thonë a i duhet të vrasë, duhet të vrasë, ati pasaj provohet. Jo, aksidente me pasoj vdekjen 7 deri në 20 vjetë në stadion, kështu që fare shkurtë, tani fare shkurtë, zotë Rakipi, unë kam pasur mundësin që rastin të shpreh ngushëllimet familjarëve të 2 viktimave, të 2 fëmijëve të mitur. Unë mendoj që në rastin e Durrësit e gjithë shoqëria ka dështuar për t'i mbrojtur ata 2 fëmijë. Pse e them këtë gjë? Ata luanin në bulevard, në trotuar, sepse nuk kishin një vend ku të luanin, se ju e dini që ndërtimet pa leje apo ndërtimet skandaloze në këtë vend kanë zënë çdo hapësirë publike, pra janë instanca shtetërore që nuk kanë krijuar kushtet minimale që fëmijët të kenë një fëmijëri normale dhe një fëmijëri të lumtur. Pra detyrohen familjet të lënë fëmijët të luajnë në trotuar sepse nuk kanë një hapësirë të gjelbër apo një fushë ku ata të luajnë dhe të qëndrojnë. Së dyti ka të bëjë me sinjalistikën rrugore, që ju e dini është një tmerr i madh në gjithë Shqipërinë. Rrugë pa rrugë, rrugë të shkatruara, pa sinjalistike tjera me radhë. Së treti ka të bëjë me mënyrën se si menaxhohet e gjithë fluksi i lëvizjeve të automjeteve. Tani, rasti Durrësit përbën problematik, sepse në dritë kanë dalë të dhëna të cilat për Nikol Radaçin kishte patur disa sinjalizime të mëhershme, të cilët tregonin që ai ishte një person problematik dhe lëvizte me automjet me shpejtësi të lartë në këtë zonë. Do më thënë, dhe këtu do duhet ishte marrë në konsiderat nga ana e policisë së shtetit. Çfarë ndodh në rastin konkret është që unë jam darë për shumë çka me Sajmir Tahirin, ju e dini, kam qenë një zë shumë i fortë në çështjen kundër tij, por historinë që aksidentet rrugore për fat keq të kësaj natyre të konsideroheshin vrasje me dashje, në fakt i ka propozuar zoti Tahiri edhe në cilësinë e ministrit të Brendshëm, edhe si deputet i thjesht në vitin 2017. Por politika nuk ka patur interes ta bëjë një gjë të tillë.
Unë mendoj që këtu duhet ketë, pra historia aksidenteve është shumë komplekse, por do duhet ketë një bashkërendim institucional dhe normalisht të ketë rregullat të përcaktuara qartë. Ata fëmijë që do të ishin duke luajtur në një zonë, pra në një vend të por mbrojtur. prapë në trotuar ti i çmendur nuk mund të vish ti shtyp. Patjetër pra, po e sqaroj. Dhe kodi penal duhet ta shpërsuar maksimalisht. Absolutisht, rasti konkret. Se ka vranë trotuar, se ka vranë rrugë. Do duhet të marrë dëshkimin shembullor dhe nuk do duhet shkoj aksident me pasojë vdekjen, do duhet shkoj vrasje me dashje ndaj dy fëmijëve të mitur. Shkon marrëshi i dënimit, Ola, sepse në momentin që një person shkon dhe pin alkool dhe ngjitet në makinë, çfarë duhet i provosh tjetër? Unë kam parë statistikat e aksidenteve, se me qëse na e sjellin instantë dhe i konsultojnë që shoh. Jemi kthyer në bilanc lufte për aksidentet. Shoh për kuriozitet, po që kur është shpërsuar kodi rrugor dhe shumë shkelje janë bërë kundravajtje penale, që është drejtimi i mjetit në gjendje të pa rregullt, apo drejtimi i mjetit pa patent, apo kur jenë në efektin e alkoolit, nuk është se kam parë rënje të numrit të aksidenteve. Personi në fjalë, ja të ndalemi pyetja ime është se për situatën që ju po flisni është një gjë shumë e rëndë, që besoj një pjesë e mirë e njerëzve kanë qenë të shqetësuar nga ajo që kanë dëgjuar, njësoj ndiem edhe unë. Patjetër. Të sqaroj pak të pjesë. Domethënë është gjëja më e rëndë që mund ndodh. Jetë fëmijësh, duaj në trotuar, jemi në atë dyja. Por, po të them tjetër gjë. Bëj edhe dënimin me vdekje, nëse nuk e zbaton gjykata, nëse nuk e zbaton policia, nëse nuk e zbaton prokuroria, pra që të ndjek këto çështje, po falet atje. A sjell produktivitet, apo është thjesht populizëm, apo është thjesht populizëm që disa politikanë duan ta bëjnë për interesa personale në një moment të caktuar. Se mbase nuk po e përdorin që të heqin fajin nga vetja, që fëmijët janë detyruar të luajnë trotuar, që s'kan ku luajnë, që aty ku janë pedonale janë bërë parkime. Po ti po thua një gjë tjetër shumë të vërtetë. Jo, ti po thua një tjetër shumë të vërtetë. Ndërkohë, një sekondë, unë vi në punë në një rrugë të gjerë, pjesa Dërmusa është rrugë shumë e gjerë. 85-90% nuk din të hapin sinjalin. Nuk e din fare. Si e kanë marrë patentën, shtrohet pyetja. Si e kanë marrë patentën, fillojmë që ku. Nuk din të hapin sinjalin. Ata të zënë rrugën në mënyrë më të çuditshme, dyshe, treshe. Dhe del pastaj dhe lideri i opozitës thotë ne do ta rregullojmë. Është bërë parkim të arrestojmë parkim 2-3. Jo, nuk është bërë fare. Nuk është bërë dhe nuk zbatohet. Atë zbatohet. Pra ne vetëm zhvillojmë ligjetash, pra dhe nuk e zgjidh kjo. Zbato aq sa është një herë ligji. Nëse do të ishte zbatuar ligji, këtë rast ne nuk do ta kishim, nuk do ta diskutonim fare si ngjarje, se ky person është identifikuar disa kohë më parë duke shkelur rregullat e qarkullimit të rrugës. Duhet ishte hequr patenta, Ola. Fare dhe nuk duhet dilte në rrugë. Po them pra, zbato ligjin që ke. Mos më thuaj mua bëj dënim me vdekje 2 herë, 3 herë, 4 herë sa të duash ti. Jo, nuk po themi atë, po themi që në rastin konkret është vrasje me dashje. Nikol Radaçi nuk do ta hajt, po është personal ligjin. Sepse në Britaninë e Madhe, nëse ti shkel rregullat e pikët dhe përfundimisht jo klasik përjetëlodi, ata që janë më pak të rrezikshëm do të hanë kodin e ashpër penal. Jo këta si personin fjalë që kanë. Se ti ke raportuar bashkë me mua disa vite më parë kur u bë një problem i madh shumë krimi në familje, ku burrat vrisin gratë, kishte ngjarje të përditshme. Dhe atëherë u vendos me ligj që vrasjet në familje të hetonin te krimet e rënda. Dhe çfarë ndodhi si pasojë? Vrasjet në familje ishin po njësoj në statistikë, ndoshta dhe më shumë pas ashpërsimit të kodit penal dhe kalimin e kësaj vepre penale tek prokuria e krimeve të rënda. Kështu që nuk është zgjidhja ashpërsimi. Nëse do ishte respektuar ligji në këtë rast, ai vrasës nuk do të ishte në rrugë. Politika sot, të lutem zoti Rakiçi ta them këtë, politika sot po e bën për interesat e veta personale. Dakor? Sepse po të donte ta bënte kishte në 2017 aty projekt ligjin, pra gjitha ndryshimet. Çështja është në rastin konkret, do duhet, për shumë, Nikol Radaçi nuk ishte pse dilte në rrugë, do duhet të ishte hequr përjetësisht patenta dhe mbaron këtu diskutimin. Pra duhet të jenë të qartë dhe të prerë institucionet. Vetëm një fjali. Jo thuaj pasi të t'jap fjalën për këtë. Edhe ai ligji but do ta kishte zgjidhur. Ju lutem. Atëre. Tham ndryshon kodi penal për këto, pasi vodhi
Çfarë do thoshin fjalët e kam pyetje për ty? E kisha në raportin me... Shiko, ne kemi lënë vrasje, aksidentet 2 ose më shumë personave nga 5 deri 20 vjet burg. Po ç'drejt neni është ky nga 5 deri 20 vjet burg? Unë nuk mund ta kuptoj. Pa kuptim është. Pa kuptim. Nga 5 deri 20 vjet burg, nëse ti duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, ke vrarë më shumë se 2 persona. Po duhet rregulluar nga 5 deri 20. Nuk është çështje se kjo do t'i rregullohet. Ky është një nen i turp. I turp, nga 5 deri 20. Nuk ka asnjë Pasivolli ti merr në dhe kjo është jemi shumë okay. Atëherë ikim nga ky moment, kemi një moment tjetër shumë interesant. Po ta shfaqim foton e këtyre. Do diskutojmë të fundit dhe për ditën e do kalojmë pjesën pse s'pak po vonon hetimet e çështjeve të mëdha. Ola, do të kalojmë për ditën e sepse jemi shumë vonë sot dhe kemi vetëm një pikë, pasi vodhi 30 shtëpi, gjykata e mbyll në shtëpi, i jep arrest shtëpie. Njeriu që ka, një apo 2 njerëz janë këta. Jo, njëri doli, tjetri s'kishte lek. Njëri pagoj dhe... Po, njëri doli se... Deti në shtëpi. Po ky nuk del nga shtëpia të vjetë prapë tani? Po ku, po si s'do dali? Ai atë punë bën. Ku di hajduki me unë dalë? Kishin vjedhur ata, pse njëri kishte tjetër? Po nuk, atë që nuk kuptoj është se si mund të përsëritës... Shpjegojë ngjarje se nuk ta kuptoj. Ta dy tani ishin te ti vjedhës. Ta dy që kemi këtu. Mjeshtra, jo vjedhës... Çfarë kishin vjedhur këta tani 30 shtëpi? Po, këta kanë qelca. Këta të fusin dhe në sherr me familjen. Se nuk lën gjurmë kur futen. Këta kanë qelcat. Në Tiranë, kjo është ere 4 që dalin nga burgu, e 5-ta. Hynë, vjedhin, dalin, janë... Qa, pagojnë këta që hynë, vjedhin, dalin? Po besoj që sa herë që shkon atje për para gjykatës, gjykata është... Ai tjetri është në burg, ai tjetri. Sa shtëpi kanë vjedhin, po çfarë vjedhin konkretisht? Herën e fundit ishin për 30, se herën e parë kanë qenë çdo 30 shtëpi i arrestojnë. Plotësohet 30 ai arrestojnë, jo pashtu 30. Po si ka mundësi një përsëritës në... Domethënë pa u bërë thua ti, kjo do mos shkruaj se shikon popullata që po shkruan. Japin këta të regjistë. Transmetojnë dhe shkon popullata që po shkruan. Është vërtet, domethënë, është vërtet e pa këtë herën e fundit që u kapën nga komisariati 4, kishin marrë edhe kasafortën. Shkuan, e hapën ke shtëpia, nga që kishin qelcat e shtëpis. Emër mbi emër të këtyre kemi? Keti tani. Agron është i njohur se ka qenë për akuzë dhe për... Agron Goxhaj. Agron Goxhaj ka qenë për akuzë dhe për vrasje. Për para 6 vitesh. Po jo, kjo bëri xhiron, në momentin që u kapën, kjo bëri xhiron e gjitha mediave. Sepse e morën kasafortën, e boshatisën, nga që kishte një armë, do të qonin prapë në shtëpi duke hapur. Janë t'jash zakonshëm në... Pra po ju thua qytetarëve të Tiranës, kujdes se shtëpit mund të... Po gjykata e la. Tani çfarë ditë bëj ai? Ai nuk është profesor. Ai hajdut është. Ai do dali prapë. Pasi ka vjedhur 30 shtëpi këtë... Jo 30, këta kanë vjedhur 300. Jo 30 të fundit. 30 të fundit ju gjetën. Agron Goxhaj theti. Po tjetri? Goxhaj. Ai tjetri është... Jetë më pak i përnjohur. Fiks. Po kush ka mbetur në burg nga këta? Ky me këto flokë të gjata ka mbetur në burg. Tani është dhe një lloj-loje kjo. Shiko sa petmerrshme është që në momentin që këtë e nxjerr, kam përshtypjen që avokati, bravo i qoftë. Avokatët janë avokat, do gjejnë çdo lloj mënyre, do t'i largoj bashkëpunimin, sepse duke lënë në vjedhje, vetëm në vjedhje, do amnistohen këto vepra penale të vjedhjes. Vjedhja në bashkëpunim shkon mbi 5 vjet dhe nuk amnistohet. Tani kjo është, ku di unë se si gjykata nëse ta lidhim, këta kanë dalë, nëse do ta lidhim me këtë vendimin e gjykatës së pamshme të lartë për të zbutur, ai shalla ja vjedh këy në një ditë shtëpinë sa dushit edhe. Po tani si e kuptoj gjykata tani që ky duhet lënë në burg dhe ky tjetri që ishte më i madh më i rëndësishëm në vjedhje, sepse është kjo logjika që njëri ta mbaj fajin. Nuk ishin të dy. Tjetri po e ndihmonte te kasaforta. Ata ndajnë fajin që të bjerë dhe bashkëpunimi. Tjetri ishte vetëm duke ngritur atë masën e hekurit. Tani ka rrezik kështu, vidhen vetëm 15 shtëpi. Kemi dhe dokumentin e lirimit të këtij, ëh? Po çfarë ti bëjmë tani? Pse nuk e nxirrni? Ja, dokumenti i lirimit, çfarë thot ky dokument? Ky lirohet, shkon te shtëpia, e ka pa numër, ky që lirohet. Po ky vazhdon punën thotë.
Po do vazhdoj se çfarë do bëjmë, çfarë do jetoj? Do me thënë, ky tjetër që ka ndonjë burg ka marrë përsipër fajin. Po. Ata fajtori janë, ai do që të lërzoj bashkëpunimin, shumë e thjeshtë më. E kanë thjesht në çfarë di bëjmë tani? Çka ka, do thoshe se po qesh Jo, asgjë thash, tani ka rrezik të vidhen vetëm 15 shtëpi, se njëri është brenda. do me thënë njëri brenda dhe rreziku Po, rreziku. është përgjysmuar, Klodi, mund viden vetëm 15. Jo po varet sa ka shtëpia, mos ajo mund vetë në 10 shtëpi të bashkëra, 10, po më. ose vetëm në një shtëpi të pasur dhe mbaron punë. Ai me kap çat kapësh e Shasia kap. në këtë rast nuk është shumë e rëndësishme. Ne marrim Se ne po bëjmë dhe shakat në rrugët e Shikus. po pra po kjo është e tmerrshme. Vend shumë i çuditshëm. Do të thënë, ja këta dy shikoni ju, njëri i shliruar, ka marrë përsipër fajin ai tjetri. Shiça liron gjykata. Një ai dut të tenderave të akshit, dhe një ai dut të shtëpiave. Ishte pap. Se kuptoj tani unë mirë këtë punë, po... Dhe ju thoni shpresohet tigji. Tani me që po presin, Kur ke këto vendim? më bën shenjë një regjenë se kanë ardhur të ftuarit e tjerë, që është panel krejt tjetër, është panel politik komplet e të gjithë, që ne të japim fund kësaj pjese këtu, sepse e thamë, Ola, mos harrojmë se pastaj harrojmë dhe themi të janë se si jemi pastaj. Nuk do themi se i themi popullatës si do të tregojmë pse po vonon hetimi çështje vetëm dha. Do pyesim se dhe ne nuk e dim. Si janë për shembull senatorët ku ka ngecur hetimi, pastaj të tjera, çfarë kemi? Ky Porti i Limonit në Sarandë vonon dhe ky, vonojnë gjëra vonojnë një gjatë, mund vonojnë gjithmonë. Por ne do ta kemi këtë javën e ardhshme sepse të janën që vjen, sepse të nderuar të shikues do të flasim një gjatë për politikën e cila edhe kjo është në një punë dhe një luftë shumë të madhe. Doktori, si që thamë, po bërtet tani fort kundër medias, unë do t'i pyes këta të gjithë, po doktori ndërkohë është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, siç e thashë të gjitha, po do kalojmë dhe te pjesa ku të dy partitë kanë vendosur që t'u japin një shelm partive të vogla me pragun, që ta ngrenë të gjitha dhe tani ne kanë ardhur të tjerët. Se aty ka dhe njerëz të çuditshëm te kjo pjesë e dytë që vjen dhe mund të më lënë mua bosh këtu. Publicitet rikthehemi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e madhe. Faleminderit, rikthehemi.